Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Beatrix Ramosaj shtang publikun, shihet në gjendje të rënduar. Beatrix Ramosaj ka ndarë së fundmi me ndjekësit një moment të rrallë, të ndjerë dhe larg filtrave që zakonisht shoqërojnë rrjetet sociale. Në një video të publikuar prej saj, këngëtarja shfaqet teksa bëhet gati. Në fillim kërcen pak si një përpjekje vogël për të mbajtur ritmin e ditës, por pak sekonda më pas shpërthen në lot. Mbi video është shkruar: "Kjo është ajo që nuk shikoni dot. Jo çdo gjë është ashtu siç duket." Një fjali që e vendos menjëherë në kontekst atë çfarë shpesh mbetet jashtë kornizës, realitetin emocional pas buzëqeshjes, pas punës dhe pas normalitetit që shfaqet në publik. Në fillim të këtij viti, nëna e Beatrix, Antigon Ramosaj, bëri publike një nga betejët më të vështira që po kalon, përballjen me kancerin. Që nga ajo kohë, Beatrix ka filluar angazhimet dhe punën e saj, ashtu siç kishte vazhduar edhe më herët, edhe kur sëmundja e nënës nuk ishte publike. Por këtë herë ajo ka zgjedhur të mos e fshehë një copës të asaj që ndodh prapas skenës. Në përshkrimin që shoqëron videon, Beatrix shkruan: "Duke u përpjekur të jem e fortë për gruan që ka qenë e fortë për mua gjithë jetën. Disa ditë buzëqeshja qëndron dhe në disa të tjera lotët vijnë gjithsesi. Të gjitha për ty, mami."